Më mëdheu. Më mëdhe. Quhet tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me atë. Ku më nje. Dhe guri thapë. Kam pasur shtëpi. Ku kam njojtur Perëndin. Moshatare zani në borde e paskeruvet qysh preje që do bashe muji. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. 20 maj është një ditë mjaft e rëndësishme, me mjaft domethënie për televizionin tonë. Është dita e lindjes së kësaj medie në diasporë, e cila është një media e veçantë. Rrallë ka media të tilla në diasporë edhe në kombe të tjera, por për kombin shqiptar është një arritje. Është një arritje që ne kemi mundur këtu në këtë vend të lirisë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kemi 25 vjet karrierë, 25 vjet takime të përditshme me teleshikuesit shqiptaro-amerikan. Për të analizuar të gjithë këtë arritje, ne do të bëjmë në një periudhë të gjatë kohore një sër aktivitetesh të cilat do t'ju njoftojmë në fund, por e rëndësishme është sot, në përkujtimin e këtyre ngjarjeve, të bisedoj me drejtorin dhe pronarin e televizionit të shqiptarëve të Amerikës, Gani Vila, për të analizuar këtë zhvillim, rrugtimin e gjatë që kemi bërë në 25 vite deri aty ku jemi sot, gjithnjë në shtëpitë tuaja, gjithnjë një dritare e hapur për të përcjell shqiptarinë në çdo familje shqiptare. Zoti Gani, ju falemnderit. Falemnderit, kërkoj ndjes për shikuesit për kohën që do t'i marrim. E natyrisht ne duhet t'i tregojmë arritjet tona, është një përvjetor, është një ditëlindje. Nëse nuk i kujtojmë, ne jo gjithë njerëzit t'i dinë, por është e rëndësishme t'i dinë, ata na shohin, na njohin, po jo duket si jemi pjesë e një realiteti që ekziston edhe nuk ka pasur një rrugtim të vetin, po ta fillojmë së pari nga fillimet. Ju më keni thënë që pa ardhur në Shtetet e Bashkuara e kishit si dëshirë për t'u marrë me median. Nga ju lindi kjo dëshirë? Ju falenderoj për kohën, zoti Rafael, për mundësinë që unë të flas në televizionin shqiptar të Amerikës, lidhur me televizionin tonë, pra kemi 25 vjetorin. Nuk është 25 vjetori vetëm i televizionit tonë, por është 25 vjetori për të gjithë komunitetin, pasi është një media që është lindur dhe rritur në komunitet me ato suksese, vështirësi, mangësi që kemi patur dhe që kemi, por që do të ecim e do të vazhdojmë përpara, e mendoj do të arrijmë edhe për vjetorët tjerë. Lidhur me idenë e hapjes së televizioni, e ka qenë e hershme, është e vërtet. Në Shqipëri unë kisha biznes, më doli lotaria amerikane, dhe kam marrë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, bile një kuriozitet, më ka dalë edhe mua lotaria dhe bashkëshortes time Valentina në një ditë. Në ka ardhur njëjtën ditë. Unë kam pasur numrin 31, ajo ka pas 352. Para se të vinë në Amerikë, jam interesuar në televizioni i lokali Korçës për të marrë atë skicimin se çfarë akumentesh, pra çfarë aparaturash duheshin për të hapur një televizion. Ajo mendoj se ka qenë një gjë e fjetur, pasion, diçka që më dha mundësia mbas ndryshimit të sistemeve. Duhet kuptuar që ndryshimi i sistemit, pra nga sistemi komunist në pluralizëm, pra në demokraci, demokracia është një vlerë e paparë për çdo individ, dhe mbar njerëzimin është jashtëzakonisht e nevojshme, e suksesshme, është e frutshme. Atje jep mundësinë që të dy ne po të ishim në Shqipëri, nuk do të ishim në këto pozicione, do të ishim në pozicione të tjera.
edhe oportunitetin, mundësinë që jep edhe demokracia amerikane, mendoj se janë puqur këto së bashku dhe jemi sot në 25 vitorin. Por, nga sa di nga historiku, fillimisht ka qenë hapur nga dikush tjetër, pastaj... Jo, dikush tjetër ka emra, është Vat Detgjonaj, iniciativa tia, të mbështetur me një grup të madh malsorësh, ku do të përmendja zotin Goqa, i cili ka qenë një sponsorizues jo vetëm në atë takim që u bën, por edhe në mënyrë të vazhdueshme, edhe familja e tij, edhe sot, vëllezërit e tij sot janë mbështetës të televizionit. Televizioni në atë periudhë, në vitin 2000, zoti Rafael është hapur si rezultati një boshllëku që ishte, pra një boshllëk mediatik që ishte në atë periudhë. Nuk është hapur se pa dike vata që kishte televizion, po ashtu i thënë mendja edhe u hapa i televizioni, që është ky televizion aktualisht sot, dhe ka dhe një kontribut të madh, edhe familja e tij fillimisht është për të falendëruar, pasi ishte e vështirë, nuk ishte studio si që kemi sot, shpesh është bërë programi edhe në shtëpi. Edhe në disa vende të tjera që vinim neve fillimisht paguar qiran me zore paguanim, do të menim gjithmonë ndihma, sepse nuk kishte filluar televizionit të funksiononte nëpërmjet të ardhurave të reklamave. Dhe sot ne kështu funksionojmë, me reklamat plus ndihmat nga komuniteti. Nuk kemi biznes tjetër, pra që të mbulojë shpenzimet. A ilustroni në një detaj, ju më keni treguar disa fakte që punorit deri vonë me këto, me shirita, pasis kishte edhe video. Vetë fillimisht, në fillim fare, kam bërë gjitha punat në televizion, që duke filluar nga kamera, duke filluar nga montazhi, gazetarin, por i thonë, si themi ne, noti mësojt në ujë, pra duke qenë brenda, nuk mësojt në teori, dhe kështu ka ndodhur edhe me neve, kemi hasur vështirësia jashtëzakonisht ndaja, kemi pasur vështirësi edhe kishim vizionin, kishim shumë gjëra të cilat janë realizuar, por ato që duheshin ishin ana ekonomike që të pengonte. Eksperienca mediatike ishte si vullnet, por duhej eksperiencë që si mund bëshe. Për këtë pastaj unë kam shkuar në shkollë për ndërtimet e programeve komunitare. Aty kam mësuar shumë gjëra, të cilat më kanë dhënë dhe sukses, edhe mendoj se kanë qenë nevojshme. Pra, pamërësisht praktike si mund të ketë njeriu, eksperiencës, shkollimi, pra edukimi të jep atë vlerën e vet, edhe suksesin në biznes ose nuk do ta quajmë biznes. Edhe asnjëherë unë se kam quajtur biznes televizionin, sepse edhe pse ka disa mekanizma, ka ca element brenda që janë si biznes, përfundimi nuk është biznes, sepse përderisa unë vetë nga të ardhurat e familjes time vënë në shpenzime, përderisa unë kërkoj ndihmë në komunitet, të gjitha këto tregojnë që nuk është biznes. Dhe në këndvështrimin tim, çdo televizion, kudo ku të jetë, kudo, është e pamundur që të dalë një tabël, pra të mbulojë shpenzimet, gjitha që janë detyrimet, pa një biznes tjetër, ose pa donator, ose pa ndihma të ndryshme. Megjithatë, ju e quajni televizionin mision. Që kuptim ka kjo? Kjo është faktikisht shumë e kuptueshme, shumë e lehtë për ta kuptuar pse është mision. Në shumicën e rasteve ka një përkujdes shtetëror, institucional, që i hapin mediat, ka dhe individ, por po të marrim rastin konkret në Shqipëri, edhe pse janë hapur në mënyrë individuale, Top Channel, Klani, Vision Plus, ato janë televizore kombëtare dhe shteti ju jep fonde, ju jep drejtën e transmetimeve të reklamave të ndryshme. Pra ka një interesim shtetëror institucional. Nga pikpamja e funksionimit të televizionit shqiptarëve të Amerikës që është në emigracion, vetë kuptohet që është një shtesë në jetën komunitare, sidomos të komunitetit shqiptaro-amerikan, pasi të gjithë njerëzit që kanë ardhur këtu
duan të integrojnë sa më shpejt, sa më mirë në jetën progresive demokratike amerikane që të jetojnë, të kenë një progres në familjet e tyre, progres ekonomik, shkollimi, e të jenë suksesshëm. Dhe nëse televizioni realisht, televizioni që neve kemi, zoti Rafael, që bëjmë 25 vjet, është televizion mision pasi i shërben 100% komunitetit shqiptaro-amerikan, për të ndihmuar me informacione të ndryshme, për t'i ardhur në ndihmë, qysh nga gjërat vogla duken këto, po i tregon se në filan dyqan kemi produkte shqiptare, të cilat janë traditës tonë, dhe çdo familje ndihet e kënaqur, ndihet e mirë kur ai merr atë që i shijon. Ke informacione të tjera që janë për inshurencat, janë për doktorat, janë për avukatët, për gjitha fushat e jetës. Neve këto i plotësojmë. Dhe ky është një mision. Pra nuk është një biznes, sepse unë them vazhdimisht, nuk është produktiv, nuk është punë që të sjell të ardhura, që të rrosh ose të pasurohesh e gjëra të tjera dhe vesh akumulim. Nuk i vedot. Edhe kjo është një, nga ana tjetër vjen mision sepse të gjithë potencialin e prodhimit ton mediatik që ne japim nëpërmjet televizionit është 100% produkt falas që i shkon komunitetit shqiptar-amerikan edhe në vendin kudo ku janë.